Të shtunën ishte prajmi i radhës si Big Brother VIP Albania, një prajm që nisi me momentet e largimit të Eglit si dhe debatet që kanë shoqëruar shtëpinë. E për shkak të largimit të Eglit, televotimi ishte anulluar. Për produksioni, Dini dha Gertës mundësi ta hap kutinë e Pandorës, ku mund të dërgonte në televotim 3 banor. Edhe njëri prej tyre do të largohej po gjatë prajmit. Çdo kush në këtë pikë të lojës do të zgjidhte 3 lojtarë të fortë apo lojtarë me të cilët ka pasur debate, si Rozana, Laerti apo Gjesi. E kushdo që do të dilte prej tyre ishte një lojtar i fortë që largohej nga shtëpia. Por Gerta zgjodhi Rozana, Laert dhe Amber. Kujtojmë se Laerti është së bashku me Valbona në televotim, pasi Gjesi ata i ka vendosur si një lojtar i vetëm. Por kjo zgjedhje e Gertës, Rozana, Laert dhe Amber, është sigurisht një zgjedhje produksionit dhe jo e saj, me synimin për të larguar Amberin. Pasi në këtë treshe, dihet që Amber do të ishte ajo që do të largohej. Po pse produksioni veproi kështu? Amber është një banore e rifutur, por Amber kishte pasur shumë debate ditët e fundit dhe ka kaluar me fjalët dhe veprimet e saj. E produksioni donte të shmangte sërish një zarf të zi. Një rastin ngjashëm ky me Gjibanin, një banor i rifutur pasi kishte dalë me zarf të zi për prekje fizike. Shumë prisnin që Gjibani të ndryshonte sjellje e të rregullonte imazhin, por ndodhi krejt e kundërta. Publiku që ndjek të show nuk e besoi as pak se babai i tij ishte i sëmur, dhe këtë e ka shprehur në komente të shumta, si për rastin e Amberit dhe për rastin e Gjibanit. Pasi në situata të tilla, kur bëhet fjalë për gjendjen shëndetësore të të afërme apo vetë banorëve, nuk pritet prajmi për të dalë. Kujtojmë se Drini Zeqo doli me një herë nga shtëpia sapo mori vesh gjendjen shëndetësore të motrës së tij, apo raste të tjera të ngjashme. Po ju si mendoni? A e nxori produksioni Amberin? Për informacionet të minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.